Vllaznia po jep sinjale pozitive në prag të nisjes së sezonit të ri të kategorisë superiore. Kuqeblut kanë regjistruar fitoren e tretë radhazi në ndeshjet miqësore duke mposhur 2-0 Torbunin në stadiumin Ismail Xhemali të Pukës. Skuadra drejtuar nga Edi Martini po kërkon të konsolidohet përpara startit të kampionatit, ku në javën e parë më 22 gusht do të pres Skënderbeu në stadiumin Loro Boriçi. Rezultatet e fundit janë një sinjal pozitiv për shkodranët, që duket se kanë lënë pas eliminimin zhgënjyes në turin e parë të Conference League ndaj Marishevës. Pas fitoreve 3-0 ndaj Laçit dhe 4-0 ndaj Burrelit, vllaznia vijoi ecurin pozitive edhe ndaj Tërbunit. Trajneri Martini e nisi takimin me Jukajn, Çeliković, Pusin, Donfor, Sokol Uldedajn, Mustën, Çaton, Dros, Kobiljar, Perez dhe Balajn. Kuqeblu zhvillua një pjesë të parë të mirë dhe patën mundësinë të kalonin në avantazh në minutën e 45. Perez mori përsipër ekzekutimin e një penalltie, por goditja e tij u prit nga portieri i Tërbunit. Aktivizimi i tij si ekzekutues, edhe pse në fushë ishte kapiteni Bekim Balaj, mund të shihet si një provë stafi teknik për të shtuar alternativat nga pika e bardhë gjatë sezonit. Pjesa e parë u mbyll pa gola, ndërsa pas pushimit vllaznia u tregua më konkrete. Gerard Kubazi zhbllokoi rezultatin duke kaluar kuqeblut në avantazh, ndërsa më pas Edon Morata e realizoi nga pika penalltis golin e dytë. Takimi u mbyll 2-0 për vllaznin, që regjistron kështu 3 fitore radhazi në miqësore. Për te rezultateve këto ndeshje po i shërben trajnerit Edi Martini për të konsoliduar grupin dhe për të provuar alternativa të ndryshme përpara nisjes së kampionatit.